Jam Dom Krishnik Ivani, jam në shtar diocezan i diocezës Tiranë Durrës. Në qershor bëj 9 vite që jam shuguruar me shtar. Adoleshencën dhe rinin time i kam kaluar në pjesë më të madhe të qeta, momente të bukura, momente në cilat i kam kaluar në seminar në shkollën e formimit për prifta, pasi hyra në seminar në moshën 14 vjeç. Por dhe para se të hyra në seminar kam qenë një djalë i qetë, ndoshta pak mistrec, por në përgjithësi kam qenë mjaft i qetë. Kam frekuentuar meshën ditë të diele dhe kam frekuentuar edhe aktivitete të cilat fëmodhia i prezantonte dhe na më lejonte mosha të ndjekje. Jezusin e njoha nëpërmjet prindërve të mi. E në veçanti ishte gjyshja ajo që më ka folur për hyn, për Jezusin dhe për mështaret e cilat ajo i kishte njohur gjatë kohës komunizmit, por dhe para komunizmit. Ajo fliste me shumë entuziazëm për mështaret e cilat përballohen me krenari persekutimet deri dhe vdekjen dhe pushkatimet. Po ashtu më fliste edhe për varfërinë e cilën jetonin priftat në kohën në cilën ajo i mbante mend. Këto dy elemente, persekutimi dhe varfëria, më manitën njerëzikonisht shumë. Edhe fillova të ndjej brenda zemrës time që Zoti po më thret edhe mua. Sigurisht tani kisha nuk ishte më përsekutuar, por kishte nevojë për mështar, kishte nevojë për përftrim. E atëherë, pse jo? Pranova thirrjen, edhe pse kam bërë pak rezistencë gjatë ecjes, sepse kam pyetur vazhdimisht Zotin, po pse më ka thirrur mua? Kishte edhe kam ende mjaft miq që janë shumë më të mirë se unë, shumë më inteligjent, shumë më të aftë. Pse Zoti nuk ishte thirrur ata, po pikërisht më thirrri mua? Edhe nganjëherë jam mësuar dhe me Zotin, duke i bërë këtë pyetje, përse mua? Sepse nuk e ndjeja veten të aftë, por e kam kuptuar se nuk jemi ne që jemi të aftë. Është ai që na bën të aftë. Është ai që na bën inteligjenta, është ai që na jep vullneti të ndryshme, të cilat janë të nevojshme për ushtrimin e detyrës së mështarisë. Shërbesa e mështarit është një shërbesë e cila na fton të jemi gjithmonë në kontakt të vazhdueshëm, jo vetëm me hyn, por dhe me vëllezërit të cilët jemi ftuar të shërbejmë. Ungjilli, ose më mirë, fraza e Ungjillit që më ka pëlqyer që kur jam takuar me të, është ku i verbëri i thot Jezusit, Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Kjo është lutja që unë e përsëris çdo ditë edhe shumë herë gjatë ditës, pasi edhe unë kam nevojë për mëshirën e Hyjit, pasi ne gjithë kemi nevojë për mëshirën e Tij. Pra dhe ky është motivi im, lejtmotivi i jetës time. Sot ki mëshirë. Jezus, biri i Hyjit, ki mëshirë për mua. Jezus, biri i Davidit, kujtojo për mua dhe ki mëshirë, sepse unë jam mëkatar. Prandaj, nëse do të kthehesha përsëri në adoleshencë, jam i sigurt që përsëri do të zgjedhja jetën e mështarisë. Janë 9 vite mështar, prandaj unë njoh të gëzimet, njoh dhe momentet e vështira. Por përsëri, mas 9 viteve, unë jam përsëri mështar dhe vazhdoj të jem në këtë rrugë. Dhe përsëri nëse do rikthehesha, përsëri do ta zgjidhja. Edhe një herë sepse e di se jeta ime e fiton plotësinë në këtë rrugë, në rrugën e mështarisë. I ftoj të gjithë të rinjt e ata që do ndjojnë këtë mesazh, këtë prezantim, që mos kenë frikë. Zoti mund të thras në rrugën e mështarisë, në rrugën e kushtuar. Zoti mund të thras edhe që të martoheni, por mund të thras edhe në beqari. Se do që thirrja, ju nuk duhet keni frikë, sepse nuk keni ju që keni zgjedhur Zotin, por Zoti u ka zgjedhur ju. Është Hyji që ne ka zgjedhur ne. Prandaj mos keni frikë, kudo që Zoti t'ju thirrë, jeni gati ta ndiqni.